Portieri Jan Oblak e ka paralajmëruar kombëtaren e Slovenisë të mos sulmuej me vrull sepse Kosova mund të përfitojë dhe rrezikojë përmes kundër sulmeve. Oblak, pavarësisht që nuk stërviti disa ditë me Sloveninë, pritet të jetë gati për të shtunën në përballjen ndaj Dardanëve. Megjithatë, Sloveni parandeshjes ka paralajmëruar bashkëlojtarët të mos jenë të fokusuar në sulm, sepse Kosova është e rrezikshme në kundër sulme. Dëshira është për të fituar. Besoj që mund ta bëjmë. Dëshira ka qenë e njëjtë që nga fillimi i kualifikimeve. Fatkeqësisht gjërat nuk funksionuan në ndeshjet e fundit, por dëshira ka qenë aty në secilën stërvitje. Tani është ndryshe, e dim që kemi një punë të vështirë përpara, por për sa të kesh mundësi ne besojmë. Presim sfidë të vështirë. Kosova është skuadër shumë e mirë në kundërsulme. Nuk sulmuan nga fillimi as në Kosovë. Nuk jemi skuadër që mund të luajmë ashtu. Mundësitë gjithnjë vijnë. I kemi pasur disa në Prishtinë, por nuk morëm avantazhin. E dim që kemi nevojë për këto 3 pikë, por nuk do të thotë të luajmë pa menduar nga minuta e parë, kurdo që kemi luajtur kështu, nuk na ka përfunduar mirë, deklaroi ai. Oblak gjithashtu konfirmoi se do të jetë gati për Kosovën, pavarësisht që ende ndjen dhimbje. Secili lojtar ka problemet e veta, sepse kemi shumë ndeshje që po zhvillohen. Nuk jam pa problem, disa gjëra më lëndojnë. Në 3 ditët e para janë fokusuar vetëm në rigjenerim. Nuk ka dyshim se do të jem 100% gati për lojën. Gjithnjë kam qenë dhe do të jem pavarësisht dhimbjes. Kujtojmë, përballja mes Slovenisë dhe Kosovës do të zhvillohet të shtunën me fillim nga ora 20:45 minuta. Përzgjedhësi i Slovenisë, Matias Kek, ka vlerësuar lart Kosovën para ndeshjes së nesërme, por pret që t'i marrin pikët e plota në shtëpi. Kosova do të jetë mysafiri i Slovenisë të shtunën mbrëmë, ndërsa me vetëm një pikë do ta siguronte edhe zyrtarisht play-offin e kampionatit botror 2026. Megjithatë, Kek beson plotësisht se Slovenia do të arrijë ta ndalë Kosovën pavarësisht arritjeve të Dardanëve. Jam i kënaqur me punën që kemi bërë këtë javë, nuk kemi pasur probleme me lëndimet. Benjamin Verbic ka disa probleme dhe duhet të kompensojë mungesën e Adam Cerin dhe Benjamin Seskos. Ndeshja do të jetë vështirë, jemi në fazën vendimtare, respektojmë çfarë Kosova ka bërë në këtë periudhë në fundit, por jemi në dijeni të kualiteteve tona. Këto ndeshje kërkojnë përgjegjësi dhe karakter. Jam i bindur se do të jemi të mirë nesër. Kek, ndër të tjera, lavdëroi paraqitjen e Kosovës në Malmo muajin e kaluar. Sigurisht janë plotësisht me besim. Fituan në Malmo edhe zhvilluan lojë të mirë. Në futboll është e rëndësishme të jesh mirë kur je me top dhe kur nuk je, nënvizoi ai në konferencën për shtyp. Kujtojmë, përballja mes Slovenisë dhe Kosovës do të zhvillohet të shtunën me fillim nga ora 20:45 minuta.